hadithi tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ke ngu 100.000 herë, po xhallarët në Ramazan e kallzojnë, ku thonë as-sawmu li wa ana azzi bih. Agjërimi është për ka? Për mu, për Allahun dhul xhelal. Wa ana azzi bih, unë kam shpërblyje agjëruesin. Allahu akbar. Ha? Qëre për shembull, për secilën vepër që e bën muslimani ka një tarif. Mi dhon dikujt selam, sa sevapi ki? 10. Po be kanë që i thu assalamu alaikum wa rahmatullah. E shtove një laf, 20 sevap. Po me kanë që i thu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do thotë i shtove 3 lafe. Plus 10. Po plus 10, 30 sevape. Apo këta. Oh. Ose për shembull thojla e jep një sadaka, ha? Ashtë ajeti kuranor shembulli aty në shka japin në rrugë të Allahu dhul xhelal, ashtu kur shembulli një kallirit shka e mjell një farë, ama dalin 7 kalli, të secili kalli ka 100, sa bon atë? 700. Ha? Pinja vont 700. Apo këta. Të thot ka numër, ha? Ama për do sene s'ka numër. E për ato sene që nuk ka numër, cila është agjërimi. Sa shpërblen Allah, se dina da. Sa donë Allah me shpërblen. Ha? Ose shka Allahu dhul xhelal shpërblen pa numër, cila është sabri. Ha? Njeri për shembull ka mundsi mu hakmar, me vrada një kanë, me nxjerr hakin e vet, nuk e vret. Pan sabër, edhe e falë për hir të Allahu dhul xhelal. Ha? Sa e ka shpërblimin ki? Ati s'ka, Allah e din sa e ka shpërblim. Se nuk ka let, apo tonë, ti mi ashtë një dorë ndikujna, edhe mi a falë. Ha? Na ka dhe njëherë nuk ja falë, në një kujna, veç pëse të ka këshirë shtremt, e më s'folna, mi a vra gjallin. Ha? E ke ba, ka plot shqiptar, valaj, më falë se nuk muj me shku më hangër qorb të filani, pëse, valaj, si foli atina. Dhe thotë, shka, nuk shkan, për shka, veç pëse si folë. Po me bo me ta bo da një dam matë ma, si folë hiq. Ama qaj shka e shlot zemër për hirë dhe Allahu dhul xhelal, po kja burri. E qëta Allahu dhul xhelal e shpërblen pa hesab. Innema e të wafa sabirune bi gajri hisab. Allahu dhul xhelal i shpërblen që ata shka bojnë sabër pa logari. Inshallah Allahu dhul xhelal në banë për atinve shka dina me falë. Amin. Pse? Se nja prej seneve matë nalta, kur japmi selam, kur dalim për namaz, shka thojna? Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. E përmenda një cilësi të madhe të Allahu dhul xhelal, cilësinë e faljes. Ha? Po zot, ti proje qaj shka na falë, me këtë namaz shka e banë. Inshallah Allahu dhul xhelal na falë. Por nuk është esenca veç mu falë ti, ma është esenca mu dokën që shme thona e falë mja në trupin tanë. Ta mërësh. E kur ban shpja atin e shka falë, njerëzit morin për shembull. Thojnë vallaj filani e ka falë gjakin. Ha? Për shka e ka falë? Për hir të Allahu dhul xhelal. Pse? Se shpërblimi është shumë i madh. Sa shpërblimi është? Se din ata, veç Allahu dhul xhelal. Mega i madh. Mega i madh apo ton. Po shpërblimi më i madh shka është? Shka Allahu dhul xhelal ka me fut në xhenet. Inshallah Allahu dhul xhelal na fut në xhenet. Xheneti nuk ka shka pagut, as nuk ka zotë. I shtrejt është, apo ton. Se Allahu dhul xhelal e ka përmendur inna silata Allahi al-ghaliyah. Do thotë çmimi i seneve shka i shet Allahu dhul xhelal janë shtrejta. Ha? E piseneve shka Allahu dhul xhelal i ka përgatit për opteve ta xheneti. Ha? I shtrejt është. Inshallah Allahu dhul xhelal na i ban nasib xheneti. Ose për shembull shka i kena rastin e Uthmanit radiallahu anhu, në atë vaktin e krizës, kur njerëzit kanë pasur bukë me hangër, e ai i ka ardhur karavani. Edhe zakonisht kur ka kriza, shkojnë çmimet nalt. Kanë ardhur njerëzit i kanë thonë çe po ti ofrojnë çe kaç. Jo, ka dikush më shumë, po çe kaç. A ka dikush më shumë, po çe kaç. A ka dikush më shumë. Valla më shumë s'ka mo, apo ton. Ti mundesh më ja pagu për shembull për një sent. Ma shumë 100%, ose 200%, ose 300%, ama ma shumë është ka. Ja, ka thonë dikush ka pagun ma shtrejnë. Për bunarin.
Jo për bananin, për karavanin. A karavan. Banani vonë, ashtë të vëdan. Edhe qka, këtë karavanin e ka shpënda për i të Allah dhe gjithë. Ka thonë Allah e pagun një me 700. Allah. Ama s'ka si bura, pëtën. E për atë arsye rifi ka hinë histori, ka loni vepër. Edhe emri ati është Osmani, do më thonë edhe përëndëria Osmani, emri ati s'harrohet. Nuk harrohet, e pse se rifi ka një madhë. Ka bo Ka bo veprat moja. E njeri bati madhë me vepra. Nuk bati madhë të të livdu dhe një kush pa kurgjo heq. Për shumë Adem Jashari, pësa boj madhë? A ka pas da një shkollë të madha? S'ka pas shkollë të madha, pa i ka pas shpirtin e madhë. Edhe e ka dhonë shpirtin për hirë të Allahu dhe Gjellal. Që popli vetë mu knas lidi. E qëtaj me ardhe një kush me folë kesh për ta? Marë. Marë ashtë, apëton. Pse? Se rifi e ka dhonë shpirtin për hirë të Allahu dhe Gjellal. E ka bo një vepër të madhe për që ta boj madhe. E se cili shka ban një vepër të madhe, bëhati madhe me veprat e veta. Inshallah, Allahu dhe Gjellal në ban të mëdoj. E qaj shka agjeron, bëhati madhe. Pse? Se shpërblimin e ka të madhe të Allahu dhe Gjellal. Inshallah, Zotin në ban për atër me shka agjeron. Amin. A i ke pa për shemë dikush, ato deke rifi. Sa dhe vdekës, hajtë prishë Ramadan, ja se prish. Pse se prish? Se prish se e din që shpërblimin e ka shumë të madh. Edhe pse fetarisht e ka të lejuar me prishaj. A kupton? Se kur vjen doktori e thot nuk jeti për Ramazan, prishje dush me prish. A kupton? Amaj e ka bindje shumë të madhe që e ban kabull edhe me dek veç mos me prish Ramazan. Kemi në kësi rast, a kupton? Inshallah Zoti i ka falë, a kupton? Edhe inshallah Zoti i ka pranu pitinve ato bindjet e mira që i kanë pas për Allahun dhul Gjellal. Amen. Pse se aja është të mendimi i mirë i Zotit. E për këtan, të lidhmi me hadithin e parë. A për këtan. Aja nuk ka që hatë atina që pije që s'ka nevoj, ma që ka bindjen e ka të madhe të Zotit vetë se Allah dhul Gjellal ka me falë.